Mushkëritë e pastra pas 60-s. Si të ndihmoni frymarrjen të rrjedh lehtë? Të jesh mbi 60 vjeç nuk do të thotë të heqësh dorë nga një frymarrje e lehtë dhe energjike. Mushkëritë tona janë si bimët në kopshtin ton. Ato kanë nevojë për ujë, dritë dhe pak kujdes të përditshëm për të qëndruar të shëndetshme. Ja si mund t'i mbani ato të pastra dhe të forta, pa stres dhe me disa këshilla që mund t'i implementoni me njëherë. 1. Largoni armikun kryesor, duhanin dhe ndotjen. Shumë njerëz e mendojnë, kam qenë gjithë jetën duhanpirës, tashmë nuk ka rëndësi. E gabuar. Edhe në moshën 60 vjeç, ndalimi i duhanit është si të lëshosh një oksigjen të pastër në mushkëri, menjëherë ndihmon qelizat të rigjenerohen. Përveç duhanit, kujdesuni për ajrin që thithni brenda shtëpisë. Filtër ajri, ventilimi i rregullt dhe shmangja e kimikateve të forta janë çelësi për një frymarrje të lehtë. 2. Ushqimet që duan mushkëritë tuaja. Mushkëritë e pastra duan antioksidant dhe ushqime anti-inflamatore. Provoni këto, superheroni. Brokoli dhe spinaci pastron mushkëritë nga radikalet e lira. Boronica dhe agrumet, vitaminas në formën e saj më të mirë. Salmon dhe sardelet, omega 3 që lufton inflamacionin. Hudra dhe xhenxhefili, si një pastrues natyral që ju mbron nga bakteret. Uji nuk mund të mungoj. Mushkëritë e hidratuara funksionojnë më mirë. Këshilla argëtuese. Bëni një smoothie të mushkërive të pastra me spinaq, boronica dhe pak hudhër. Po, tingëllon çuditshëm, por efektiv. 3. Frymarrja e thellë. Më shumë se sa një zakon. Mushkëritë duan stërvitje, po aq sa trupi. Ja disa ushtrime që nuk dëmtojnë kurrë. Frymarrja diafragmatike. Vendosni dorën mbi bark dhe merrni frym ngadalë, duke ndjer barkun që ngrihet. 5 minuta në ditë bën mrekulli. Frymarrja me buzët e mbyllura. Një mënyrë fantastike për të rritur kapacitetin pulmonar. Yoga dhe pilates. Kombinimi i lëvizjes dhe frymarrjes kontrolluar pastron mushkëritë dhe qetëson mendjen. Aerobik e lehtë. Ecja, ciklizmi ose noti stimulojnë qarkullimin e oksigjenit dhe i mbajnë mushkëritë aktive. 4. Inhalimet që pastron ajrin në mushkëri. Disa minuta me avull çdo ditë mund të ndihmojnë mushkëritë të heqin toksinat. Për shembull, mbushni një tenxhere me ujë të ngrohtë. Shtoni 2-3 pika vaj esencial mente ose eukalipt. Mbulo kokën me një peshqir dhe merrni frym thellë për 5-10 minuta. Efekti: një ndjesi freskie dhe frymarrje më e lehtë menjëherë. 5. Kontrolli i rregullt, sekreti i vjetër i shëndetit të mirë. Spirometri, një test i thjeshtë që mat kapacitetin e mushkërive dhe kap problemet herët. Vaksina, grip, pneumokoku, parandalojnë infeksione të rënda. Vizita tek mjeku. Kolla kronike nuk është normalitet i moshës,